Shqipëria kohët e fundit po përballet me fluksin në rritjet e migrantëve ilegal, referuar statistikave për gjatë vitit 2018 deri në vitin 2023, janë regjistruar afro 44.000 hyrje të parregullta, emigrantë kryesisht nga vendet e linjës së mesme dhe nga Afrika e Veriut. Nisur nga këto problematika, në Tiranë u prezantua projekti EU for Immigration, i cili synon rritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e sigurisë kufitare. Kreu i delegacionit të BE Silvio Gonzato theksoi se ky projekt është një nga pikat kyçe në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ky projekt do të ndihmojë gjithashtu në mbështetjen e përpjekjeve të Shqipërisë për të shënuar përparim në procesin e antarësimit. Është e rëndësishme që aktivitetet e këtij projekti të marrin përparësi. Mbështesim objektivat specifik që burojnë nga negociatat e antarësimit, në mënyrë që të arrihet progres urgjent. Nga ana tjetër, zëvendësministri i brendshëm u ndal në pikat ku do të fokusohet ky projekt. Fokusi do jetë tek ngritja e kapaciteteve operacionale për menaxhimin efektiv dhe flukseve migratore, forcimin e strukturave për kthimin dhe reintegrimin, si dhe zhvillimin e mekanizmave të koordinuar për përballimin e mbërritjeve në rast të rritjeve të flukseve. Gjithashtu, i shërben pikërisht përmirësimit të mëtejshëm të politikave të azilit dhe ndërtimit një procedure funksionale të përputhshme me akinë e BE-s. Ndërkohë, për parandalimin e kalimit ilegal të kufirit, Shqipëria vijon bashkëpunimin me Frontex, por me situatat për shkak të luftrave në lindjen e mesme, kjo mund të ndikojë në rritjen e fluksit të emigrantëve drejt Shqipërisë, që kryesisht e përdorin si korridor për të kaluar drejt Europës.